Passo në Top Albania Radio. Mirëmbrëma gjithë dhe miq, të Passo takohemi si çdo të premte në Top Albania Radio. Jemi gjithashtu live në kanalin 10 në Digital dhe në Sport News në kanalin e numër 1 pra të tyre. Ora është 6:08 minuta dhe falenderojmë Verde Watches. Jam në studio me Gzim Sinematin. Përshëndetje. Lorenzi Eminin dhe Arcanin. Do flasim sot gjëre gjatë për këtë mesjavë europiane. Kanë qenë ndeshjet e para të çerefinaleve të Champions League-s, Europa League-s, Conference League-s. Do merrem me fundjavën se çfarë ndodh me kampionatin ton që rikthehet të jetë i rëndësishëm sepse është ndezur lufta mes Dinamos dhe Partizanit për vendin e 4, gjithashtu edhe gara në fund të tabelës. Megjithatë, do doja ta nisnim pak Lorenz sepse ka qenë tema e javës dhe hym direkt në goditjen e parë për penalltin që pretendonte Barcelona me Atletikun e Madridit. Ka qenë një javë që është diskutuar shumë. A duhet t'jepej, çfarë thot rregulloria, tani na sqaro për të gjithë ata që na dëgjojnë nëpërmjet Top Albania Radios dhe që na shohin në Sport News. Për mendimin tim duhet të jepej penallti dhe kartoni verdh. Duhet t'jepej penallti dhe kartoni verdh. Kartoni verdh ai një e kishte. Po duhet dal jashtë. Pra duhet dilte me karton e kuq jashtë. Do të thënë, tani çfarë thot rregulloria për rastin e fjalë. Rinisja e topit nga kur del jashtë nuk bëhet me bil-bil. Po. Që do të thotë që në momentin që arbitri e shikon që topi është vendosur, është ulur në tokë. Është ndaluar dhe portieri e ka mundësinë për të luajtur me topin, që në atë moment quhet topin lojë. Dhe atë veprim që bëri mbrojtësi, që ky ja pason topin e ka me dorë, do thotë që ai s'është fare në Spanjë po dëgjoj një logjik të tillë, që duke qenë se lojtarët e Barcelonës nuk po bënin presion atë, pra ai nuk përfitoi nga kapja me dorë. Jo. Atëherë, arbitri ka menduar që loja vazhdon. Jo, lojtarët nuk bëjnë presion sepse të gjithë lojtarët rregulloria e reja që duhet të jenë jashtë zonës kur topi. Në momentin që nis topi, ata futen në zonë për të bërë presion. Asnjë lojtar i Barcelonës në moment nuk vrapoi portierin në zonë. Pra, ai nga prekja me dorë nuk përfitoi nga diçka. Po mirë, atëherë ti shko krah tjetër. Le të shpjegoj logjik ndryshe. Le të shpjegoj, patjetër ti japon logjik ndryshe. Atëherë cila është arsyeja pse ka bëj me dorë? Ai nuk e kuptoi se ku nisej topi. Po të kemë menem si pra. Është gabimi. Çfarë është gabimi pra mbrojtësi, domethënë. Nuk ka arsyetim ky që thua po bënin s'ka lidhje. S'ka lidhje fare. Dua të them që kur bëhet një prekje me çfarë lidhje kishte fal? Çfarë lidhje kishte? Mbrojtësi duhet përfitojë ndaj kundërshtarit. Më fal, çfarë lidhje ka pas prekja me kokë e Berishës në neshën ton kombëtar në Elbasan që vjen të bie dhe nxjerr me Izraelin nxjerr të kuqe. Që të sqarojmë një diçka për publikun. Arbitri është ai që e dallon kur topi vendoset dhe loja rifillon. Ai e shikon. Dhe arbitri, po ta shikosh pozicionin, e ka shumë mirë, ka me fytyrë. E ka përballë. Se ai është duke ecur mbrapsht, e shikon gjithë ngjarjen se çfarë ndodh. Fiks pozicioni që merr arbitri gjatë rifillimit të lojës. Dhe aty është gabim fëminor i lojtarit mbrojtës me atë gjë që bën. Sepse portieri po ta shikosh, e vet topin atë dorën mbi top, e pason që të rifilloj loja. Ai e ka me dorë. Pra, për ty sipas rregullores ai duhet të jepte penallti kartoni verdh. Jo të kuq, sepse s'ka rrezik. Mendim kundër skemit e kjo. Si të vazhdoj pyetje, se kam prap pyetje për këtë rast. Po të shihë tha ai zoti punës çfarë. Pse nuk e dha arbitri? Jo, pyetje tjera, pse nuk e dha arbitri? Se kishte pamjen e parë. Pse nuk e dha? Edhe arbitri duhet të tubra. Më shumë. Okej, tani të na sqaroj pse. Po të se dimi se është në arbitrit tani. Pyetja më saktë për mua do ishte pse nuk e dha vari. Po pra do vazhdojmë me pyetje tjetër. Pse nuk e njoftoi këtë vari? Pse nuk i tërhoqi vëmendjen? Pse nuk i tërhoqi? Sepse arbitri vari se ta kthetem prapë ç'u thua ti. Jo, arbitri vari duhet kur arbitri për shembull në një moment i ikën situata. Po. Vari është atje për t'ia rikujtuar ti thotë, ka ndodhur kjo. A mund të ndryj vari në atë moment? Patjetër është penallti. Do është një ngjarje brenda zonës ndryrim. Po as vari se ka marrë në konsiderat këtë si veprim. Si e shpjegon ti këtë? Pse s'ka ndodhur kjo gjë? Ka një arsye apo nuk i gjen dot arsye? Po se gjen dot arsyen më sepse tani kjo edhe arbitrin them sepse pash edhe ja dy raste analoge, si kjo që kishte dhënë penallti. Një Aston Villa se kishte dhënë penallti. Po ka pasur edhe një rast Barcelonës kur niste topin mes fush në një faull që arbitri nuk i kishte dhënë. Shikoj edhe një nisje shpejt. Rastit nuk i ngjan, por me që të rrim te ky rast, ai është rast tipik i pastër që duhet dhënë penallti. Sepse është një gabim i mbrojtësit. Barcelona bëri dhe një ankesë në UEFA, po në aspektin moral. Po arbitri i marrë masa pa kohë. Po ishte pezulluar deri në fund të Champions League-s që nuk do arbitri. Ti do jepse një penallti në aspektin moral, një penallti ashtu. Ska lidhje morale. Dakor, po hym dhe ke një pjesë që është një moment gatërimi, nuk është një moment Nuk kena këtu ose është i vogël ky po ja fal ti. Çka do të thonë po Atëherë, shiko, tani nuk është një penallti si gjithë penalltitë e tjera. Dakor. Po të flasim tamam. Mos harro që po të shikosh për shembull rastin e Kubarsis, arbitri u tregua shumë profesional aty.
Pse? E dha karton të verdh se nuk është i bindur. A është i kuq? Po. Dhe e thret varë dhe shkon e shikon. Kam pak dyshime nëse është karton i kuq. Okej, po aty beri veprimin nota 10 ai, që unë nuk jam i bindur për të karton të kuq. Mori dhe më modest Lenci se filloi duke i vënë nota arbitrave në Champions League. Më çik modestik në Lenci. Për mua nota 10. Po pritani, Lenci po hyn katedër, po vë nota. Po mos e unë i vë nota atë sa konsensi. Ai vërtet ai është dënuar ju gjykoni. Ai është dënuar. Ai arbitri e vet ai do të ka diskutimi jon 5 minuta kur është dënuar. Po gzim. Pra kjo është kryesore pra. Kur Dima është dënuar jo. Jo e ka dënuar ka pezullu pra. Çfarë është dënuar? Po nuk e qenë gjykimin. Nuk e qenë dënim ata, qenë pezullim se dënim. Champions League do arbitrojë deri në fund. Por është i thirrur në Kupën e Botës nga FIFA. Po pra ai është Jo, cili arbitër në Champions League kur nuk është i bindur, i qit një të verdh dhe pastaj shkon atje dhe bën shtesë katër. Ai e bëri. Të verdh mi të verdh. Gjithë do e bënin atë, kush nuk e bën atë. Jo, se siguria të çon në varr direkt. Kush i japin pjesa më e madhe. Ishte kartoni kuq për të? të? Është kartoni kuq. Po, është ajo më ai është i fundit më kur çfarë po ai heq mundsi për gol. Edhe shikoj, unë atë ndeshje kam parë me si është puna e futbollit edhe njerëzve si gjykojnë. Isha me ja 6 veta që po shikonim lokalet ndeshjes. Po janë edhe të ndarme, asnjë nuk ishte për karton të kuq, asnjë. Gabim, beri mirë të verdh. Kur u kthye i dha të kuq. Sepse të gjithë njerëzit shiko ç'a mendimi jepnin. Ky fall i tha ishte pa dashje. Pra nuk pati një lloj ndryrje prandaj. Po ai e bën me qëllim falli shkon drejt. Mua më duk sikur lojtari i Atletikos, se për të thënë vërtetën ai djali Simeones është një lojtar që i kërkon këto simulime. Nuk është i ndershëm loj, nuk është një lojtar i ndershëm në kuptimin e mirë të fjalës. Jo frenoj, po dhe ngritja të këmbën, e donte atë kontaktin aty, domethënë për atë më e rëndësishme ishte që kundërshtarit merrte karton e kuq, sesa ai ta vazhdonte rrjedhën e aksionit normal, ëh. Gabime shesh ose drejt. Dakor, po ai është një futbollist në përgjithësi që kërkon këtë gjë. Do këtë ky mund ta anashkalonte kundërshtarin në gabim. Ky kontaktin Kubar si mund ta anashkalonte, se mund t'i kalonte nga para edhe ti dilte, pa ju treguar se ai gabimi i Barcelonës ishte ai mbrojtje. Nëse futbollisti ka psikozë që ta fusë atë ta provokojë, ti ngrej ledhin. Është lojtar provokues. Kjo është vjedhje, nuk është se loj gabimesh. Kjo është skandal. Kjo kulturë do të rënjosur. Si bastonën, shkolleu gjithë Italia, megjithëse Italia është plot me hallë, me hile, e tillë është e ka rritur hilen në Italia vet, edhe i erdhi shumë keq kur bastoni gëzoi që ngeli me 10 veta ekipi tjetër. Gjithë Italia në kundra. Tani dhe ti mos thuaj që është lloj gabimesh, kjo nuk është gabim, kjo është vjedhje. Që ti pretendosh që ta lesh kundërshtar me 10 veta nëpërmjet një hileje. Po jo, ai vodi gjë aty sipas te. Barcelona lojtari i Atletikut. Jo, ti skuptove interpretimin e Glendit. Ai tha që është lojtar donte kontaktin. Ai nuk u interesua për ta vazhduar aksionin. O gzim, Glendi këtë e thot nga që e shikon në ndeshjet e Premier Ligës. Un po them te rasti konkret, ka vjedhur gjë ai. Jo, rregullisht ajo. Gjysmëvjedhja. Jo mas gjës ka vjedhur. Gjysmëvjedhja. Ja mori fallin. Ai se topi po të shohësh ka një foto që topi është mbrapa. Po ngeli se e mori ai para pra. Bëjmë një shkëputje të vogël, rikthehemi, vazhdojmë prapë diskutimin për këtë ndeshje. Passo në Top Albania Radio. Jemi live në Passo, momenti për të falenderuar BioCheck, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, akredituar me certifikatat ISO, garanton standarde të larta cilësie dhe rezultate të sakta. Vendi ku takohen cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori BioCheck Diagnostic Center. Vazhdojmë dhe pak tek ndeshja e Barcelonës. Në përgjithësi, si peti arbitrat në gjitha sfidat, jo vetëm në Barcelona. Po flas për këtë se ky ka pasur më shumë polemika, edhe ai te Reali gaboi se gaboi në moment penaltia, është shtyrja Teolize. Po ky arbitri u për këtë kam një konsiderat të lartë për këtë rumunin, ka qenë në nivel shumë të lartë arbitrimi. Dhe është vlerësuar, sepse po merr pjesë në botror, po atë ditë gaboi, për shembull po të shikoj edhe kokën e toleroi për kartonin e dytë verdh. Për çfarë do e faljerën e parë këshilloj. Jam dakord minuta 12. Kapiteni, okay. I dha kartonin e dytë verdh, pastaj mbasi beri dhe një tjetër e toleroi një herë, për çfarë duhet ta toleroj? E peti si e ndroi direkt ai Simeone. Po ndroi pastaj, ishte më kuptim se kuptoi që dhe okay, se futbolli ky është, dhe pastaj të vjen rasti që ti nxjerr atë me karton të kuq. Dhe pjesë e dytë ai po i kërkonte një për ta nxjerr. Po s'po i gjente më, se s'kishte më me të verdh. Se mendon që donte ta nxjerrë. Patjetër, duke. Ti e pe atë. Po e dalloj më se. Kuptove linjën që donte ai. Ai brenda vetes e kuptoi që ajo me Kubarsini ngeli. Do ai ngeci në
sepse ai Geci sepse dhe falli nuk ishte shumë që lojtari i Barcelonës kërkoi për ta ndarë. Ai unë e di çfarë po mendoja kur vajti në VAR thash do t'i qëndroj prap kartonit verdh, do t'i qëndroj me forcë. Por ka qenë shumë, ata i kanë bërë presion shumë që Barcelona e psoi 2 fish sepse në fundit bëri një faull për të evituar golin, pastaj goli që shnoja nga goditja e dënimit aty godit. Domethënë mori dhe karton të kuq që ngeli me një lojtar, por humbi. Kështu që ai ka bërë disa gabime atë ditë. Nuk ishte si pati unë përgjithësi ndeshjet ose më sa kush ishte ndeshja më e bukur nga gjithë to 4 çerfinale që Real Bayern definitivt më e bukur nga gjithë tjerat, ëh. Për mua, unë kisha tash ndoshta dhe memoria, po kisha kohë para një futboll të tillë këtu në Europë, na çmend ato me taktike arrim mrapa. Po kanë e Bayern. Kanë e Bayern. Të dy Reali. Reali bëri. Shiko statistikat Lens, mos e fut. Jo, zvogloi shumë Bayern atë ditë. Po jo, në disa momente, po tani nëse në detajin minësh është Neuer, si çika Bayern që ato janë raste kështu që bën Vinicius o Mbappé, po loja si loja. Po jo pra ja di, shiko. Ajo është thelbi, thotë ai, derisa Neuer është Bayerni patjetër që tregoi nivel shumë të mirë, e kupton, por aty ti shikon Realin që Reali nuk vdes kurrë. Me ato lojtarë që ka Reali, që dalin kundërshtuar me 120 orë, të gjithë Bellingami të tërheq nga bluza me zi se ka do me shku pra Reali dhe ndeshja është e hapur dhe atje. Patjetër Bayerni është shumë lart, por me ato portierë që kanë port, po të ishte Courtois nga krau tjetër, do ishin fol ndryshe. Pra këtu është diferenca. Por ama ai futboll nuk po them se s'pa taktik, por sulme andej, sulme të mos pjesa e dytë. Se të para po janë dakord me Lenci që pati një dominim Bayerni sepse u ashuçit e Reali. Po në pjesën e dytë kur bën zëvendësimet, pastaj ishte komplet tjetër ndeshje. Dhe unë ndeshja është bukur nuk pra Bayern shumë ekip më. Që thotë Adi më kujton një temë që tani gjithë vëmendja është ke Harry Kane, ke Mbappé, tek sulmuesit e vitrinës. Këto kohë të fundit është fort shumë për portierët. Janë heronjtë e ndeshjes. Heroi Neuer gati 40 vjeç. Është i pari që bëri 40 vjeç që ka bërë me 27 mars. 40 vjeç. Që është 40 vjeç. Po deri portieri që revolucionizoi lojën e portierit, që luan me këmbë, që luan më mirë nga gjithë portierët e tjerë. Është portier që del dhe ka saksi të madhe. Është portier që ka vizion, që merr pjesë në organizimin e aksionit të Bayernit. Po sa topa ka hequr ke Messi me portieri i Arsenalit. Është njeriu më i rëndësishëm i tyre. Raja, po. Raja, pret gjëra të pabëra nga një portier tjetër. Bëri eksperiment Arteta 2 neshë më parë. Në Kupën e Ligës një fa, futi kepën në vend këtij 2 herë psoi me portierin tjetër. Edhe pas një intervistë të Zubimentit që thoshte ne kemi fata, po nuk e dim akoma një pjesë, ne kemi portierin më të mirë në botë për momentin tha. Asnjë nga ata nuk pret gjëra nga kaq afër me këtë reagim tillë. Dhe më kujtohet tani po dal që të kujtojmë dhe ne vlerat tona. Kujton dot një portier shqiptar Lens shumë vite përpara që nga afër ai ishte matse fare. Maliqati. Vitet jo aq thellë, jo. Vitet 90. Ti thua herë të burtëshin e themi 2000 herë, shumë po tani gati 30 vjet. 20 vjet po them. Ilir Luarasi ka pas aftësi jashtëzakonshme. Raguse kështu të shpejta. Ti në e bën vitet 90 shumë herë. Do thash në shkollën vitet 60 shumë herë. Lenci nuk i di ato emra. 90 me tradicion. Lenci është i vogël Lenci, Është i vogël me moshë i vogël Tiranë. Jam i vogël. Me ka fjalën që më vjen shumë mirë që ndërtohet kulti i portierëve, sepse gjithmonë merri me asat, me ata që paguhen shtrenjtë. Se në fund fare ajo që ti është thelbi. Aty solitari më mirë fush është portieri. Solitari më mirë fush është portieri në një ndeshje që luan Mbappé, Vinicius, që luan Harry Kane, që luan portieri me njëri. Ky është thelbi, është shumë gjendje apo jo? A ke parë ekip si Bayern, unë kisha mos ta provokoj keq, provokoj. Jo me el. Në diçka. Mos e par Bayernin në nivele kështu, se luajti me Atalanta dhe eliminoi kështu. Bayerni, diçka ka bërë Bayerni tani. Bayerni tani do të ridimensionojnë parashikime. Dy provokime që ma kujtove diçka tjetër. Në sezonit, tani para se të bëheshin neshjet, ishte Arsenali pesha më rënd. Tani janë tani ata kanë shuar Bayernin, kanë shuar Bayernin, Parisin, Arsenali. Më lër të provokoj me dy gjëra. E para, provokimi është që nëse Bayerni fiton Champions League, Neuer mund ta marrë topin e art? Se kush e mbron? Mund të kthehet topi i art e një portier? Po pse mos që nga viti i largët 63 duhet që Levjashin i fundit portier që ka fituar topin e art. Nëse bën ato paraqitje që bëri me Realin, jo vetëm me paraqitje, po themi një çmim topi i art për gjithë karrierën e tij. Për risit që ka sjellë futboll, për formën që tregon 40 vjeç. Ka vetëm një problem. Nuk ta fitoi Champions League-ën Bayern, një gabim të bëjë Neuer në finale mbaroi historia.
Kështu është punë e portierit. Ai thot nëse fiton Bayerni po themi se gjithmonë fituesi ka një plus më shumë. Ka ndryshuar topi art tash nuk e di dini as e dini që para disa javë ndodhi që nuk merret më parasysh ajo që fiton dhe gjërat, do të merret parasysh performanca në ndeshjet më të forta të ekipit. Jo ti luan me një ekip të dobët, bën 5 gola, del kështu. Në ndeshjet më të forta do ketë koeficient për lojtarët që të duket që dallohet midis Domethënë ai atë ditë me 2-3 pritje diagonale me Vinicius dhe me Mbappé, edhe me Mbappé në shtë. Portierët e tjerë kishin marrë gola. Të jashtëzakonshëm në mënyrë se si reagon, ose edhe ke dalje ke ai kundërshtuar me Vinicius që shkoi vetëm. Ai ishte shumë përpara aty dhe zuri rrezën. Është portier shumë i madh ku hapet kështu është të tron kundërshtar. Shumë edhe pamja shumë simetrike, shumë e rregullt. Shumë e bukur. Megjithatë, figura që krijon ai është shumë e gjëvetshme. Ai është nga parat që filloi dilte jashtë me topin. E nisa dhe në fillim, u kisha kopa par një ekip si Bayern që të luajë futboll me pasime. Bayerni. Provokimi i dytë është, mos shikoj ky një Bayern më i mirë se ai që ka fituar Champions League në fundit, për shembull që ishte me Lewandowski, me Robben, me Ribery. Ose ndoshta ai lloj Bayerni është ky më i fortë. Ne nuk kemi në gjendje ta detajojmë këtë se kush Bayern është më i fortë tani se. Po marr Bayern në fundit, nuk po shkojnë shumë më tani. Po mos kesh Bayernin e Champions League-s të ngatron me Bayern e Bundesligës. E aty s'ke çe shikon fare. Jo mos e llogari me Bundesliga. Ta llogarisun, paktën si e shoh fund. Është vërtet që i thot Lenzi sepse neve me gjithë kampionate me fjalë Bayernin në Bundesligë e shohim pak. Pra nuk na bie rasti shumë me Champions League-s. Po ku vetëm Champions League. Nuk e shoh në Bundesligë tash, e shoh vetëm Champions League. Por me krahasimin me ato të tjera, domethënë kupton për mua ka pas mbrojtje më të mirë se sa tani. Mbrojtje më të mirë. Qendër po patjetër. Për mua po. Qendër ka pasur më ato. Jo, mos u merr me repartet të caktuara, me kompleks, me kompleks me ekipin. Disi është kjo, gjeti, për shembull, është që bësh pyetje për Barcelonën. I thoshte njëri mua që ka sulm të frikshëm. Po janë tribunë. Sa triblime ka bë këtë radhë Rashford, edhe Lamine Yamal, edhe të mundësh 2-0 është kulmi i paradoksit. Por ama tash më te ka sulm frikshëm, ka dhe mbrojtje të frikshme në sensin negativ. Që janë pa zot, ata janë magnet, ata thitin golin kollaj. Prandaj mos u merr me repartet e caktuara, merr me kompleksin e skuadrës. Edhe një herë që ta për shemb duket një Bayern nga më të fortët që mund të kem pa ndonjëherë. Se nuk është e lehtë një skuadër të vinë atë mënyrë dhe të dominojë Realin e Madridit. Sido që të jetë Reali Madridi, mos flasim para kohës sepse ndeshja është e hapur. Edhe mund të diskutojmë. Ndeshja është e hapur dhe për fat nga grupi andej do luhet një finale tjetër. Bayern PSG që janë dy ekipet më në front momentin. Nëse del Bayern. Po që s've Reali sepse nga rezultatet e para këta kanë bërë një lloj se është shumë pragmatike tani, njëra ka fituar 2-0. E quan ti 67% të dalë? Ja do t'ja u lexoj. Parisi po thua. Parisin. Parisi është i dalë. Arsenali ka fituar 1-0. Ke fusha e Sportingut. E presupozojnë 67% të dalë. Ajo tjetra domethënë shkon Arsenali, shkon me Atletico në Madridin. Pse do dalë Atletico 2-0? Po Atletico 2-0 sipas parashikimeve. Ata janë 50-50. Sipas parashikimeve nga 4 ekipet që janë humbur në ndeshjet e para, shanset më të mëdha për të kaluar i ka Liverpooli, 13.4%. Pra në krahasim me këto që kanë humbur. Pra Liverpooli është 13.4 me 86.6 shanse që Parisi të kalojë. Pastaj është Real Madrid, skuadra e dytë që mund të ketë shanse 13.2%. Në krahasim me Bayern që është 87.7. To e fosa full kot. 87.8. Barcelona. Sigurisht Reali Atalanta 86.8, kurse Barcelona është e treta me 12.3. Shanse që mund të kalojë. Mund ta kthejmë ndeshjen. Me shokun ton përbashkë themi që po vuni po tha Arcani sa del neshë, unë veç shpinë që del kundra çot Arcani. Kështu që po ta them me fjalë që unë po them që kualifikohet kush ka fituar kualifikohet thotë. Jo, kualifikohet Barcelona. Del Barcelona. Del Barcelona. Çfarë thua ti kualifikohet? Unë do vesh shpinë e Vjerrës që kualifikohet atë. Po jo ti më Hajde, fundi para se shkoj publicitet. Tani edhe një herë. Unë nuk mendoj se ka ndonjë futboll dashës përveç tifozëve të Bayern që kanë ndjekur ndeshjet e Bayern deri tani. Deri te Atalanta, se ç'ke çati shikoj. Në Bundesligë se kemi parë. Unë e parë që shikoj me aq se le të bësh 10 gola Atalantës. Se ne e shohim kështu si gjë. Mos e shikon kampionatin italian i Atalantën ti tani ç'e. Po jo, mëse nuk është ekip italian, nuk i bën dot aq gola, ora bën 10 gola. Var, kaloj. Nice, tani dhe isha shumë i përqendruar për ta parë Bayern sepse të gjithë favorit. Po Bayern me të vërtet nuk ka loj nga portieri deri sulm
me një rrjedh logjike. Reali krijon rastet, po i krijon. Merr topin që në bërësi, ka tjetër stil loje. Ka tjetër stil loje. Ka si të individve reale. Sfush fare, zero. Po Bayerni, s'ka me sfush fare. Po Bayerni, gjitha të loj kolektive që ka i sens fantastik, ai thoshte që i ka dhënë një sens unik. Komunikimi se kur ka marrë Bayerni trajner kompaninë, gjithë thanë që ku e gjeti se prisin që Bayerni shkoj lart. Me këtë trajner do shkoj lart tani. Shiko tani se çfarë studiuar është bër për atë trajner. Trajneri e blen nga një skuadër që ra nga kategoria, e blen, i blen kartonin si thoshte. Formula magjike aty është eleganca e komunikimit dhe sensi unik thoshte që ka në ekip. Ekipi ta e dëgjonte se kur ka 10 vjet trajner tha. Po shiko, unë them që është disiplina e këtu ka gisht. Që ti vet trajnerin atje dhe këtu ka një gishtë Guardiola, kam përshtypjen që do të qenë një sugjerimi i tij ke Bayerni me idenë që jo Guardiola është njeriu që ka dhe mbaja mend kur ai zëvendësoi Guardiolën ke City i kanë thënë nga Bayerni Guardiolës që mend ndaj vetëm ose Bayerni shkosh ke City dhe është gjithë klub Bayerni zotëri. Se ka nuk lëshon gollaj. Jo, nuk e shoh përpara te, po. Para se të shkojmë publicitet, falenderoj Beauty Point, eksperjenca e aromave më të mira të parfumeve dhe të produkteve kozmetike vjen pranë teje në çdo pikë të dyqaneve Beauty Point ku janë në Ring Center, në qendrën tregtare Ring Center, tek rruga Minepeza, në QTU në Durrës, Shkodër dhe Vlorë. Më shumë informacione merrni në faqen e tyre beautypoint.al. Pak publicitet dhe rikthehemi, flasim pak edhe për Liverpoolin. Passo në Top Albania Radio. Rikthehemi në Passo, flasim pak edhe për Liverpoolin, se një skuadër ndoshta që nuk pritej në atë nivel aq të dobët për fakt ti e çove ke Liverpooli, kemi 10 minuta që flasim për Muriqin, atëri pak të Muriqin. Ti shkon ke Liverpooli, do shkojmë për Muriqin. Skemi për Muriqin tem sot. Ti pse skemi tem? Sepse Adi thotë që pra i viti gjys kur e zora ngoj Muriqin tha, këtu nuk më mbështetet shumë tha. I them po e ka dhënë para kohë këtë mendim. Po të shtyesh sa vite më tutje ishte kampionat shqiptar Muriqi dhe i thanë ke Besa, ikti ta se ke këmbë madhe. Si për gola. Edhe Ardi di pse flet kështu se ka dëgjuar. Po di, si thoshte Marka, një luftëtar i sakrificës, fillonte që me moshën deri në fund fare, edhe tha, shiko çka thon tani në intervistën e vet, thoshte, më shohin njerëzit se jam i pa bukur tha. Më shohin si tegër tha, jam qenë njerëzore shumë e buta, jam shumë i ndjeshëm tha, vetëm ta që për të arritur këtu ku jam deri tani këta kaq sa kanë bërë ta, kanë bërë shumë sakrificë. Po jo, po. Çeri ka qenë me fat, sakrificë e madhe. Ka vat Majorka, ka parë që të bëj gol Majorka me Muriqin, është fat i madh tek atë televizion. Jo, ai është tersi i Realit se është me Barcelonën. Jo, unë jam asnjëherë më të punë. Me Barcelonë. Po shumë e bukur, një lojtar që luan me besën e Kavajës vendos fatin e ligës spanjolle. I dhe thoshin Muriqi faleminderit nga Barcelona sepse e la 7 pikë mbrapa. Po pra. Tani Ardi thotë që Muriqi se ka parë procesin ja. Ai shumë i thjesht. Që tha faka lojtari shqiptar më i mirë gjithë kohërave. Edhe je bashkuar. Faka ta tashimin burr. Unë e kam parë video që 35 viteve të fundit ta. 35 viteve të fundit. Po. Se 36 ka, po 35. Jo, ai gjëja që është e veçantë e Muriqit është që është shumë i thjeshtë, është një nuk i shikon që të vi me një makinë luksoze atje në klub, i veshur shumë thjesht pa egzagjerime. Nuk po gjeni gomash në plazhin e Oraj. Pa egzagjerimet e sendeve të shtrenjta në të veshur apo në për duar, domethënë është një lojtar shumë i thjeshtë. Dhe për këtë arsye ndoshta edhe spanjollët ose tifozët e Majorkës e duan kaq shumë. E interesante ishte se të gjithë i thrisin atje Muriqi, se qen nuk e shqiptonin dot. Po si tek boll, tek boll, tek shqiptonin qen tani. Duhet ta bënin me atë gërmat siç kanë këto me uj, për shkak të shkruar njëri Muriqi, domethënë që ti vjen po. Edhe ne provuam aty që t'ia shpjegonin pak që qen ta theksonin këtë qen që ta mësonin emrin tamam. Po duhet shkosh për të tjetër ti mësosh qen. Tani kemi Liverpool. Si ajo me njerë quhesh? Me jo. Theoni gol te Liverpooli. Se tani fantazoni ju, vazhdo. Shkon deri më moment mëson qen. Ta mësoj tamam që. E rëndësishme është si trim pa që. E rëndësishme është. Vazhdojmë. Liverpooli harxhoi miliona për sulmues këtë vit, po do të harxhojë edhe miliona për qendërmojca vitin tjetër. Jo, më duk që ishte shumë skuadër dobët, e vogël. Shiko, unë s'dua ta pranoj domethënë, por Van Dijk ka mbyll ciklin ke kjo skuadër e madhe e Liverpoolit. Ai Konateja pastaj është me një dras mangut. Është jo di dras jemi të gjithë, ai ka gjithë dyshim. Po si ka mundsi? Po një çik më garantim. Sa e hoqi kartonin që nuk ja dha. Boni fallin tjetër që ishte gati për karton për penaltin. Si mund të tropi aq idiot? Po është çuditshme më. Po thotë vetëm ai e ka dhe ke Franca se kanë pa edhe tjetër. Edhe Franca nuk e ka, pra
Të dy ata nuk po shkojnë njëri me tjetrin. Ai Van Dijk bosi, domthon, a që tash më mirë lumë eksperiencë, nga herë kthe kurrizin, nuk ka atë, e kanë humb komplet ata dhe çik tonollik duket që është. Kështu që nuk është vetëm aty, po ata të dy s'po funksionojnë. Dhe po hyn, i themi ne me shprehjen tonë, e Digzimi, po hyn gjallë tjerë të mrena. Po hyn kjo porta më. Po dëgjoj me shumë vëmendje, di pse se nuk e kam parë ndeshjen, se po shikoja. Po s'ka nevojë me pandeshën, më thon çosha lajcet e kupton se çfarë diferencë është. Po jo, ajo që doja të pyesë është, si mund të lëri trajneri për shkak 90 minuta në stol Salah. Po shpjegoja, e dha shpjegim. Po unë e dha, dakord më dha shpjegimin, po. Nuk duhet shpjegim shumë. Si mund të ri Salah 90 minuta? Ai se shef. Çështja Salah, aty po i kthehet në bumerang, po ja godet sezon. Si kthehet fare në bumerang se Salah është jashtë forme komplet. Po në qoftë se s'është futfare. Po shikosh ndeshjet e Liverpoolit në Premier League, raste pafund humbura, asiste të padhëna. Ai me statistikat e fundit po të merresh me Salan, a kupton? Jo në stol, po as në tribun. Po pse çfarë po bëjnë tjerët? Po s'ka rëndësi më tash tipo a thu për Salan pra. Po mirë po. Jo, po Sloti dha përgjigje në të saktë. Ai nuk është më mirë. Nuk dha përgjigje. Jo, përgjigja e Slotit, se unë e lexova dhe mua pëlqeu se nuk e që tha. Ashtu siç luaj të mbledha që ishim gjithkohon duke mbrojtur, Salah tha s'ka ku hyn fare në lojë. Do konsumoj. Po pse era parë që ris Liverpoolin mbrojtje kur ka dy Salah, ka dy Liverpoolin brapa. Ata bënë 100 pasive, se ka parë 100 pasive. Dgjoj, kam nevojë për Salah në Liverpooli, po thuaj që kush e di si janë molepsur gjërat. Ka shumë raste që presidenca imponohet këtë trajneri, se aq thot Glendi është. Ai doli tha do iki. Ai do iki tani, po jo pa minuta fare. Atë e kanë parë krahasimet që bëhen në periudha të ndryshme të gjithë sulmuesit e Liverpoolit për rendimentin që kanë dhënë dhe për spektaklin që kanë bërë. Po ai është filluar që nga Kevin Keegan duke shkuar ke Mo Salah. Mo Salah hyte ke Maja, ke ai ka e sulmit Liverpoolit. Po njëri. Po tani s'ka asnjë minutë s'ka në këtë neshje. Po ashtu e pa trajneri më s'ka lidhje, nuk ka punë presidencë, nuk ka punë presidencë aty. Aty ka punë. Ja ka mbaruar punën me kontratën, që ai në fund. Ai tash do ikte. Ai do ikte, po ngeci, e kupton dhe do iki ai. Ama Liverpooli duhet që lojtari më domosdoshmë më Soboslaj. Pra nuk luan ai dhe pastaj aty është problemi i madh shumë. Soboslaj. Si ishte pra? Tu lexoj pak përqindjet e një finale të mundshme në Champions League. Si janë shanset për çfarë finale mund të shohim më shumë? 38.5% që finalja e Champions League-s të vit do jetë Arsenal Bayern. Është ndeshja me më shumë probabilitet që të luajë në Budapest në finalen e Champions League-s. 38%. 38%. Tash nëse finalja e dytë më e mundshme është Arsenal Paris Saint-Germain. Pra, në kraun e Barcelonës Arsenalit, Arsenali ka shanse më të mëdha që shkojnë në finale. Ne këtu jemi rregull sepse ne këtu e kemi thënë, të katë kemi qenë, edhe kemi thonë që në fillim fare neshët në grup, që ishin me fjalë vendet e para dhe kemi thonë tash nuk e di kush ishte e katra, po më duket se finalja e tretë, pra për nga përqindjet është Atletico Madrid Bayern Munich. 9.5%. Një finale e tillë në këtë vit. Shanse. Dhe finalja e katërt është Atletico Madrid Paris Saint-Germain. Por interesante Atletico Madrid. Që janë ignorant futbollit, s'më kanë vesh. Po kanë zbrit poshtë. Jo, kanë zbrit përqindje edhe poshtë. Do të thonë para di kishte Arsenali me Bayernin dhe Parisin, pastaj Atletico me këto. Po pra këtë po them pra, pse nuk ve Barcelona ndeshim atë. Ja pra të shojmë te Barcelona tani. Barcelona shanse më të mëdha që të luajë një finale Champions League, i ka me Bayern e Munichut. Barcelona Bayern 2.5%. Ndërsa që të jetë një klasike në finalen e Champions League-s, pra Barcelona Real Madrid është 0.3%. Finalja më pak e mundshme është Liverpool Sporting. Po. Që të ndodhi. Po më mirë, tash këto audiencë nuk Si mendoni kush mund të jetë finale? Në finale? Po. Në finale duke parë me shanset që mendoni ju që mund të kenë dy skuadrat. Tani duke un prap domethënë nuk jam tifoz i Realit, po e shoh neshin e hapur dhe nuk du të por po që puna për përqindje, përqindje jap Paris për plasën bash Paris me Bayernin. Po për plasën Paris me Bayern tani pra nëse për plasën atëherë është Arsenal Bayern. Arsenal Bayern. Pra ecën me këtë linjën që është për unë të vetë dyshim kam nga ky krau këtej i Arsenalit që aty kam shumë frikë te Atletico. Atletico mund ta heqë Arsenal. Pra Atletico ti thu do heqi pa diskutim Barcelonën. Po 2-0 tani po ja ktheu. Është e ikur. Po Atletico Arsenal shumë frikë kam që do ta heqë Arsenali.
Po ta hiq Arsenal. Kurse Bayern e shikojnë finale kështu absolut. Jo, kam qef Lencin se edhe nuk I dalin parashikime dhe me vrrull sigur. Ai nuk ka frikë fare, nuk ka turp fare ato. Shpinë e Vjerës nuk e dëgjon veten se çfarë thon. Shpinë e Vjerës la Shpinë e Vjerës, po gjuna dhe Vjerës dalësh më shpinë. Me Dambaj se ma ky vjen më së shtëpisë. Për të mbyllur këto çështjet Sa kollaj parashikon më atë, Ka mbyllur çështjet e Sisimite. kupave të Europës, për të them dhe Europa Ligën deri në këtë fazë. 1-0 tha Poloni tha për Shqipërinë tha, do kisha gjetur unë tha, se thash I fiton Shqipëria. A kupton? Kisha halla të xhajës. Europa League. Shanset më të mëdha për ta fituar turneun I ka Aston Villa mbas fitores 10-3-1 me Bologna, 48.1%. Ato që bonde kanë bërë magji. Se me gjithë gjytjen port, me ka dhe gjytjen port boli Bologna, ka dhe bon këta, 3 gola bën ato, 1 bon këta. Ndërsa në Conference League, një tjetër skuadër angleze ka shanse më mëdha që është Crystal Palace, 48% mbas fitores që arriti dje me Fiorentina. Dëgjova një detaj shumë të bukur, Crystal Palace, ky Barcola I Paris Saint-Germainit, andej ka ardhur në Crystal Palace. Kishte një kuriozitet shumë I bukur se thoshte, "Shita ne si e frenojmë futbollin në Itali tha, ta lojtarët e rinj që dalin tha, dhe çfarë çmimi vendoset, edhe çfarë futbolli luajnë." Barcola tha, është marr, tha, sot kushton 40 e ca, është marr me çmim të ulët. Sot është nga sulmuesi më të mirë që çakullon. Stili Olizes. Si Olizes. Si Olizes, të rinj talentuar, po janë, po ai tani futi Arsenali 2 ndeshje atë dhe ai u bë personazh 16 vjeç atë ditë. E peti atë Max Dauman. Çfarë bëri, çfarë iniciative merrte ai? Ai të gënjente, nuk ishte më 16 vjeç kur kapte topin. Po. Ai mori iniciativën e një sulmuesi sigurisht ishte 26 vjeç. Fut në Serie A 16 vjeç. Dhe thoshte, neve ta kemi një talent. Pak pjesë e dytë, do të them disa shifra. Palestra që ka marr Cagliari, që e futi kontrata. Palestra, po. Palestra, ma Cagliari dhe kanë caktuar çmim 50 milionë, ku do sa ka vënë. Kush e ka? Bologna Atalanta, kush e ka? Nuk e di. Atalanta duhet. Lojtari 50 milionë, ushqire mund t'ia vesh 50 milionë ti lojtarit ta. Çfarë bëhet tash? Hyjet e botës ta bëjnë nga 40-50 milionë ta neve në Itali ta. Vap ta kemi hadhën ke leku, nuk kemi hadhën ke promovimi talentit. Skuadra e parë italiane që renditet për futjen e lojtarëve U21 në formacion është Parma në vendin e 18 në renditjen europiane. Do t'ju lexoj të tjerat më njëherë në pjesën tjetër. Por më përpara falenderojmë dhe Ecën Electric Cars Albania. Çmimi I naftës ulet, ngrihet dje ul, sot u ngrit, më mirë kalon elektrike dhe Sado që të ngrihet detyrat çmimi naftën dhe 10.000 lekë do jellim. 10.000 lekë do jellim. Shkojmë publicitet dhe rikthehemi pjesën e dytë. Passo në Top Albania Radio. Rikthehemi në këtë pjesë të dytë në Passo me Gzim Sinemati, Lorenzo Emini dhe Arcanin. Vazhdojmë pak diskutimet duke lidhur dhe me Champions League-ën, sepse po lexoja sot një studim në media italiane rreth aktivizimit të lojtarëve të rinj nëpër skuadrat e rëndësishme të Europës, në 5 kampionatet më të rëndësishme në Europë. Dhe në vendin e parë për aktivizimin e lojtarëve të rinj të moshës U21 qëndronte skuadra e Barcelonës, ndoshta të detyruar edhe nga problemet financiare që ata kanë patur gjatë këtyre viteve, por gjithsesi nuk patën frikë për t'i hedhur elementet të fortë. Ndoshta lojtarët më të rëndësishëm që ata kanë janë Kubarsi, Lamine Yamal, por dhe her pas here lojtarët që hedhin fushë Gerard Martinez, plot të tjerë. Në vendin e dytë, dhe këtu ndoshta doja pak ndihmën e Ardit edhe jo vetëm në vendin e dytë, por në 10-ën e parë, skuadra franceze kanë një dominim në aktivizimin e lojtarëve 21 vjeçar të frikshëm. Në vendin e dytë është Strasburgu. Një skuadër që aktivizonte goxha lojtar U21 dhe është një skuadër që kanë pronësi pronarët e Strasburg kanë dhe Chelsea. Pra janë një strategji e tillë. Në vendin e tretë është Sunderlandi në kampionatin anglez për aktivizimin e lojtarëve U21. Sunderlandi janë Xhakës. Po, Sunderlandi. Pastaj fillon vendi 4 Lyon, vendi 5 Toulouse, vendi 6 Rennes, vendi 7 Paris Saint-Germain. Wow. Vendi 8 Girona në Spanjë, pastaj Metz dhe Le Havre vendi 10. Nga 10 skuadra franceze në nivelin më të lartë në aktivizim në Europë këtë vit për U21-shat. Ekipi I parë italian, siç ju thash më parë, ishte Parma në vendin e 18, ndërsa nga bigët italian ishte Juventus vendi 40 në Europë. Edhe vendi 40 në Europë. Një shprehje të bukur të Klinsmannit, a di? Tonë si çfarë thotë? Jürgen Klinsmann thoshte, nëse Musiala dhe Yamal, dy trublusit më talentuar në Evropë, do ishin italian, sot ata do kishin dërguar jashtë luanin, nuk do luanin Serie A. Dhe po lexoja gjithashtu investimet që bënin federatat e caktuara në rritjen e elementeve të ri, për shembull në Angli, në Gjermani dhe në Francë, federata kishte një qendër për që I merrte lojtarët e rinj në stërvitje, shpeshherë I mbante në kontroll. Ndërsa në Spanjë, spanjollët nuk aplikonin këtë mënyrë. Spanjollët ja linin klubeve,
por ama I vendosin një tutor lojtarëve që grumbullojnë ekipet e moshave. Shumë kombëtarët U17, U19, kishin çdo lojtar që grumbulloi kishin një tutor që I kujdesej për aspektin sportiv, po edhe për aspektin e mësimeve shkollës. Kontrolloi edhe notat në shkollë. Deri aty shkonte Federata Spanjolle për të menaxhuar dhe fondi që ata investonin vetëm për kontrollin, për mbajtjen në mbikëqyrje të lojtarëve dhe me facilitetet që krijonin, kalonte 100 milionë. Çfarë do bota me moshat dhe çfarë bëjmë ne? Këto ditë është larguar italianët që ne morëm si revolucionar. Këtu thanë që do krijojë gjithë sistemin pas 3 vite gjysmë Fulvio Pea, po. Pea 10.000 euro në muaj. Nuk u mor vesh çapur e bëri, sistemi është shumë I dobët I gjithë moshave, duke filluar nga shpresa deri poshtë atje, dhe ai ikën dhe kur ikën thotë që falenderoj shumë presidentin, duka ishte busull institucionale, ishte udhëheqësi im shpirtëror, ishte perëndia, ishte kjo, edhe gjithë morali ishte që ne s'kemi futboll, kemi dukun. Edhe do ta bënte edhe tatuazh kishte thënë. Skandali do bëte tatuazh, po do vetëm jo ke krau, jo. Po te krau, do bënte pjesa e zemrës. A kupton ato fliste ky italiani 10 fjali vetëm për presidentin Duka. Nuk ka një fjali se çfarë gjendje la futbollin kur e mori. Po me që jemi këtu gzim po moshave këto vite ishim në rezultate o Glen tmerr, po ka një lloj pakënaqësie në un po lexoja një shkrim edhe nga klubet për mënyrën se si trajtohen lojtarët e kampionatit shqiptar për shembull. Po lexoja një shkrim, po s'ka ti shiko si grumbullon shpresa, si grumbullon ata. Të gjithë marrin nga jashtë, nuk marrin asgjë. Ne presim që një italian për shembull na sjellë një frymë të re, një gjë të re, nuk e di. Po ne frymën tonë kemi çuar jashtë apo? Frymën tonë. Do ta presim një frymën tonë. Po lexoja një shkrim të një prindi sot dhe më bëri shumë përshtypje në këto rrjete sociale. Tha un paguaj 100 euro mesatarisht në muaj për fëmijën që e çojnë futboll. Dhe politikat që janë këtu për fëmijët janë që dhe te U15, U17 mund të luajnë deri 5-6 lojtarë të huaj. Te fëmijët mund të luajnë të huaj më. Domethënë me çfarë si mund t'i motivosh? Kur ishte një ditë. Ora si mund t'i motivosh fëmijët ti ose kuptoj? Mos gaboj që kishte 11 huaj. Po ashtu ishte 19 vjeçare. Ke 9 vjeçare. Po si mund të motivosh fëmijët që ti paguan që ti bësh kur ti e ke gjithë me tuaj, ma shpjegon do deri. Tani janë dy çështje të ndryshme. Pra kjo e para që do të gëzimi, domethënë ka të bëjë me tjetër çështje tjetër çështje nuk ka lidhje politika e klubeve me federatën në këtë rast. Pra se si bëhet skautizmi dhe si bëhet promovimi I të rinjve tek ekipet e moshave kombëtare, kupton, ky është një debat tjetër. Për sa vjen sa që the ti pastaj, unë çuditem bile si nuk ka aty as një ekip portugez, po në një statistika të një burimi shumë të zyrtar, domethënë që merret me Football Benchmark, 3 ligat e para që kanë minutazhe më të madh të lojtarëve në 23 vjeç janë Portugalia, Franca dhe Spanja. Serie A dhe Premier League janë të fundit, 55%. Pra e marrin me minutazh të moshës nën 23 vjeç që marrin pjesë që luajnë në për ekipe të mëdha. Pra Portugalia mban vendin e parë dhe jo më kot Portugalia dhe Franca janë shtetet që eksportojnë më shumë futbollistë të moshave që shkojnë jashtë. Ky është fakt apo këtë e dimë gjithë. Edhe Brazili po ashtu, edhe Brazili. Franca ka shumë vite, po Portugalia vitet e fundit ka shpërthyer shumë. Portugalia ka shpërthyer shumë. Atëherë unë nuk do shkoj te këto lloj nivelesh. Edhe pse niveli që do përmend tani do ju abisi pak, sepse do thonin që kanë lek, është Arabia Saudite. Pra në Arabi Saudite është strategjia që ata kanë, edhe pse se merenditje, po ta marrim merenditje, në fjalë Arabia është 60, tani jemi 61 në FIFA. Do thonë po garantite aty jemi, e kupton si kombëtare. Pra për te këtyne po ta shohësh nga xhepat jemi keq pasaj. Tani ato çka kanë bër. Pra ata në se secili e merr domethënë gjën e mirë që bën tjetri. Për shembull, ne tham ndërkohë edhe disa shokut tanë thonë që liga profesioniste e U21 dështoi tuka ne. Ata e krijuan dhe ata po mburren me atë, sepse I lejojnë moshave të reja që të luajnë në ligë elit U21. Dakor? Luajnë 2 lojtar në kampionatin Arabis, 2 lojtar të detyruar. Po, tani nga moshat. Tani çka kanë bërë tjetër pra? Çka kanë bërë tjetër? Pra do ulin moshën e profesionalizmit nga 18 në 16. Se 17 mosha në fjalë ti profesionist sot me ligjet e UEFA-s, të ligjet e FIFA-s, ti quhesh kontratën e parë 18 vjeç.
18 vjeç. Tash ato do ta ulin në 16 këtë punë dhe ata vërtet që kanë sjell shumë futbollistë me vlera të larta pagesash që i dim. Po pse 18 se Max Daun që është 16 vjeç sa? Po s'ka kontratë profesioniste. S'ka kontratë profesioniste. Ai luaj. Gjysmë profesioniste. Ai mund të luaj por ti dhon të incentive pa një thot Lenci pra. Po incentive që thot Lenci. Ata e bën që me fjalë mund ta bësh që 16 vjeç të në kontratë e parë profesioniste. Dhe kanë limituar në fjalë 25 lojtarë në tim skuad në listë dhe një tjetër me 10 lojtarë të rinj, pra lejon ta kesh që mund ta përdorësh domethënë gjatë vitit dhe me një limit në fushë, okay, ata e lënë sepse nuk kanë aq mundësi që të luajnë gjithë vendali, pra e kanë 8 lojtarë të huaj, maksimumi mund të jenë në 11-ën e lojës. Dhe po përdorin eksperiencën që sjellin këta të tjerë, pra ata po e përdorin këtë eksperiencë. Pra tash këtu themi ke italiani, okay? Çfarë eksperiencë solli ky italiani ke menaxhimi i futbollit ton këtu? Se ky është ata po marrin tash jasat e botës. Gjithanë po marrin eksperiencë nga ata për të ngritur futbollin e moshave në vendin e tyre, sepse ata kanë botrorin 2034, kanë dhe janë kualifikuar edhe kësaj radhe, ja tretë radhën që do kualifikohen për botror. Pra ti do marrësh shembull që lëvizin, por tek kësaj ato të gëzimit domthonjë që kanë milionat e ti merr gjën të bëjmë në mënyrën tënde. Po ama ka mënyra. Kupton për ta bërë punë. Po nëse ti e prek në fillim kur thot Lenci me 9 vjeçarët, ti luan me 10 lojtarë të huaj. 16, 17 vjeçarë. Dhe çfarë sjellin këta se ti mund të marrësh lojtarë të huaj, ata kanë marrë të huajt. Po ky robi që është tu, që është 14 vjeç saudit, ky ku shef Benzema, ky ka një profil, kushtë ti merr këta që ky do bëjnë lojtar, është politika këtu dakord, e kuptoj, që do marrësh lojtar me ngjyrë ose lojtar të tjerë, po sigurisht me ngjyrë me një shumica, që ti të kesh mundësi të shesh më vonë dhe kjo është which is fine, është në rregull. Problemi është çfarë bën për këta poshtë. Kupton? Dhe kjo do të jetë një dhe ka vështirë që diskutimin bëjmë vetëm një ndërprerje të vogël dhe vazhdojmë diskutimin më njëherë. Passo në Top Albania Radio. Rikthehemi live dhe momenti për të falendëruar dhe Atlantik. Jeta ka gjithmonë të papritur, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka rëndësi për ty sepse tani është më e thjeshtë. Siguro vetëm me një klik në Atlantik. Vizito atlantik.com nga celulari në kategorinë Bli online, zgjidh siguracionin që do, pronë, shëndet ose makinë. Plotso të dhënat dhe qëndroj i sigurt me vetëm një klik. Lorenzo Eminit, ty të ndërpreva, ti mund të vazhdosh. Mua më ndërpreve. Tani kjo temë mua se kuptoj këta burrat që vendosen, domethënë se kemi diskutuar me qindra herë. Jo, unë lëvizjen e këtij Fulvios, domethënë largimin e tij e pash ndoshta si një lloj riformimi që mund të fillojë. Mendoj, kur ikën një drejtor teknik nga një federat, më trajnerët e moshave pse sikën kur ikën drejtori? Ata ngelen një. Këtë po mendoj, që mund të fillojë dhe ndrohen drejtor. Mund të fillojë një revolucion, një ndryshim i madh tani, që mund të fillojë me Fulvion, mund të vazhdojë me trajnerët e moshave, mund të vazhdojë me Silvino. Aty kush e keqja? Neve flasim këtu. Po puna është që ai që merr të 10.000 në muaj nuk tha një fjali që ju keni nevojë që të bëni një kryengritje të madhe në futbollin e moshave. Nuk e thot ata, ai lavdron presidentin se e qunë qok. O Glen. Pyet prindit, nëse Lenci do flet si prindër, të marrësh se çfarë vuajnë, çfarë bëhet. Edhe çfarë tarrafi ekziston ke pjesëmarrja në ekipet e moshave, se kush ta nga futbolli tani, mirë ato vende ta që i marrin lek fëmijëve. Ku ishte tani para 5 ditësh? An Spanja ku ishte? Në Itali tha vazhdojnë marrin lek. Po këtu kanë. Sa ashtu kanë? Po të ne më që po është hapur diskutimi këtu të mystin ta. Tash e shkruaj ekipet e akademisë mbajnë ekipin e parë. Po patjetër. Pagesat që bëjnë akademia të gjithë ne moshat tona ku kanë marrë pjesë ekipet e moshave këto, nuk pagunim lek, merrnim. Merrnim nga ekipet, nga klubet. Sot duhet japësh. Po Glen, akademitë në Shqipëri si funksionojnë se Ardi e di shumë mirë. Dhe pjesë paguajnë prindrit paguajnë. Dhe ai prindi që unë sot lexova, mua më indinjoi se të paguash 100 euro. Dhe fëmia jote mos ket mundësi që të konkurojë me këta që vinë, sepse ti duhet ta lësh atë të konkurojë. Pse ai vjen nga, por shiko vjet ç'a ndodhi. U bë këtu kampionati evropian në U17. Po. A psuam ne 13 gola në total. Asnjë lojtar nga Shqipëria. U17. Po tani që u eliminuam me gjithë ekipet, asnjë lojtar si shumë. Kjo mua kjo më duket ulëritse më. Se mirë kombëtarja A e kuptoj që nivel shumë i lartë, pse i merr gjithë nga jashtë. Po tani të mos arrish dot. Ore si e motivon ti një fëmijë që këtu po vjen dhe fëmijë nga jashtë U17 që po ti shikosh nuk din të ecë. Mos ti futem kësaj historie, sepse unë vetëm kot nuk flas. Shikoj ndeshjet të shtëpi futbollit, isha tani pashu 15. Ore 2 lojtarë në 25, gjen vetëm 2 lojtarë U15 nga Shqipëria.
Më fal, për çfarë vin ata të tjerët? Që shumica që ëngrën 4 gola nga Japonia, 3 ëngrën nga me kanë luajtur këta tani. Janë qoka pa ti ke thënë për Silvion janë qoka. Po pse ti për Silvion thu që është qok me menaxherët dhe poshtë nuk është super qok. Ore, këtu qoka çdo gjë, po unë akoma këtë skuptoj më. Ore, në 2026 akoma ne vazhdojmë në sport me qoka. Ore, ku po shkojmë? Se mirë qok e kuptoj të futesh një diket e ujësjelsi me qok se do rri atje te kompjuteri dhe do gjej anë dhe bën sa ti gjej 2 muajt e parë. Po të bëhet qok në sport me djersën e fëmijëve, që është aty ti dekurajon fare më. I mbaron fëmijët fare më. Dhe ndaj, ore njerëzit pse ikin më? Nuk është vend i keq ky për të derë më, për të jetuar. Po ikin nga këto pra. Ai që është me 10 asgjë do të punë. Se pastaj kthehemi asaj historisë me gëzimin që e mori ai ish një biznesmen, një nga jashtë për të studiuar njerëzit që kishte në punë. Dhe i tha këto të kësaj kompanisë kalojnë te ajo tjetra, ata se i ke keq, i ke vendosur keq. Po tamam, tregoj. Le të kuptim ka tani. Le të tregoj tamam. Jo, po tregova. Ka ardhur një studios që një Po jo se s'është reklam, u dua lekët. Po jo me pa reklam, jo më do të jap sa lek. Do të jap 2 bikrina vezë. Okej, vazhdo tregoj. Lenci ma ka tregu këtë, ha? Që jam korrekt? Nuk është e ime. Ime është e ime. Vjen një filozof, një shkencëtar. Tregoa Lenci s'është ajo. Po jam se la, u dua të tregon bukur. I thon do studiosh një kompani këtej, private një kompani këtej. Edhe e çon dhe ke federata, e çon dhe ke AIBA. Edhe i studioj të dyja. Edhe i thash shikoj, ti çfarë bësh në fund fare ti ta. Këta tha njerëz se do të çosh këtej, ta këta do i futesh këtej. Do të sportit dhe do të çosh këtej. E marrë studimin. Pa shumë dashun ti po imiton një shkrim që s'bër para sa kohësh në gazeta jon që thoshim nga që presidenti jon është marrë me pulat, me pularin gjërat, i dha dhe topit tash formën e vezës, kurse njeriu i futbollit mori formën e pulës. Ky tani bën qeshin në rokadën. Po çfarë e kompanive. Do të themi pak tani te hallet tona. Të prap na oj. Do se si gjinallë këto. Këto ishin kampionati. Kemi kampionatin tani. Kemi kampionatin sepse luhet java e 31 dhe fillon nesër me Flamurtari Vora, pastaj Tirana Egnatia është të dielën, Vllaznia Teuta të dielën dhe 2 ndeshje ditën, Bylis Dinamo dhe Elbasani me Partizanin. Po mi lidh pak Lorenzo edhe me ndeshjet e kupës që u zhvilluan mes javë. Po para bëj një parantezë se ta mbaj Silenci ndjek më shumë këtë, po ndeshëm me fol çik vetëm për pjesën e Partizanit, sepse nuk e mbaj mend se si e lat ke procesi. Ishte apo ishte gola i Partizanit? Pozicioni i parë ishte offside. I pari, rasti i parë. Kurse te dy Lorenzo tha është gol i rregullt. Që duhet dhën gol i rregullt. Okej, në rregull. Ai ishte shumë dukshëm pozicion. I pari. Po, okej. Kur e jepshin fotografi statike, se ku e kishin gjetur pamje të fusten në ngasje. Kurse kur e jepten dinamik, kështu duke ashtu qartë. Tani Glend, do ta nis me ndeshjen Dinamo Vllaznia, se krijoi polemika nga të gjitha krahat, edhe për gestet. Shpesh u ankuan edhe për gestet e Bruno Ditës, për gestet e Bregut, pati një lloj rivaliteti që nuk i bën mirë. Sepse pas 2 javësh do shkojnë të luajnë atje ata. Kjo ndeshje ka filluar që ndeshjen e parë të kampionatit, çu filloi kjo. Nuk e kuptoj të Martinit. Po filluan të ngacmoheshin 2 trajnerë, do të mësoj futboll, Shkodranë, e filloi Daja, pastaj e vazhdoi Martini dhe tani vim te kjo e kupës që u ra sërish bash, por ajo që më bëri përshtypje shumë të madhe është që luhet një gjysmëfinale kupën kryeqytet dhe ishte stadiumi bosh fare. Po bosh. Domethënë 2 ekipe Dinamo Vllaznia. Dinamo Vllaznia në orën koha është perfekte, ora 7. Më e bukur vazhdimi i kësaj është vazhdimi i kësaj Lencit që thot stadiumi bosh, gjysmëfinale kupe e kështu dhe është bler fusha 10.500 euro. Qiraja. Nga ekipi pritës Qiraja. Po, Qiraja. Dhe që ka shumë e lezetshme se Fondi i Solidaritetit që ka ndaj ekipeve. Po kanë vjedhës. E pagojnë gjithmonë fushat. Ka i thot jam antar, thot votoj atje dhe ky ma jep me gjop fushën. Tani ndërkohë Dinamo, jo t'ja jepshe me lek, po Dinamo do ta qirasë se i ke marrë dhe shpinë, ke ngrit federatën, ke shtret e Dinamos. Edhe 10.500. Po ç'a ndodh? Fondi i Solidaritetit që kanë dalë për ekipe, nuk i është dhënë atyre, po i thotë që hajde luaj këtu, ul 10.500. Ul 10.500, se ajo historia. Jam duke t'i larë. Po jam duke të mos u nxitoj. Jam duke t'i larë. Tradicionalisht nuk ka qenë historia. Tradicionalisht shumë. Ç'a do të thotë 10.500? E themi dot atë. E themi dot atë. E themi dot. Ja themi Adit për reklam. A do? Vetëm pak shpejt. Nuk e di, dëgjora apo jo. Është një anekdotë e tilla dhe që njëri kishte shumë lek dikujt. Edhe i thotë ai në fund fare, disa doja unë të pres këtë tende tha do të heq shafe fare. Mirë tha, unë do mundohem. Vajti tha, ha ç'a bëre tha? Zbora gjë, tha më mirë qafe ta se s'jap dot. Mirë tha, po ta uli 10 çata.
Po tente tjetër do heqja ma. Okej tha. Erdhi një tjetër, i tha, "Je gati ta? Më hapësh?" "Jo, ç'do të jap, ama merr kokën ta." Po të urdhë i 10 pas ta ul mo tha. E fundit. E buri dhe një tente tjetër prap dhe i tha tani do të vras ta. 3 tente kaloi. Pse tha unë duket i ul jam 10 duket i ul. Unë jam duket i lata. Ul 10. Edhe ka çështje. Edhe jep lek për solidaritet dhe jam nga fusha. Glen, për sa i përket ndeshjes, ndeshja domethënë krijoi prap polemika me 2 penallti që arbitri si dhaj dha vari, historirat e këtyre. Dhe ajo që më bëri përshtypje pastaj ishte dhe acarimi Bregut me atë veprim që ka bërë, që tani ka dalë Dinamo dhe thotë që nuk e ka me portierin, po ka shar, ka nxjerr dufin e vetes se ajo pastaj duhet parë se ka ekspert për atë. Mund ty në disiplinë ndoshta mendon. Për mua po. Duhet ty në disiplinë nëse hyn pastaj s'luan 2 ndeshje. Unë nuk jam eksperti të lexuarit se me kë ka pasur ai, po them mënyrën se nëse ke me veten. Nuk besoj që do ta ketë me kundërshtarin. Ma merr mendja dhe mua. Po kështu është përgjithsisht kjo që thot Blendi, ajo disiplinë më duket pyetja më e panevojshme. Jo, a mund të futet si gjë nga historinë e 2 klubeve që kanë marrëdhënie të jashtëzakonshme, Dinamo dhe Vllaznia. Kanë luajtur 2 stilistikisht futboll shumë bukur, kanë pas marrëdhënie me misiera gjëra dhe vjen një brez dhe prish atje dhe mbrapa këtyre shkojnë tifozët tani. Po pse ku nuk ka ndodhur kjo? Ai është prish marrëdhënia Vllaznia Dinamo, po them Vllaznia Tirana. Vllaznia Dinamo Tirana. Vllaznia dhe Dinamo 2 ekipe më elegante. Tirana ka qenë fuqishme, ka pas marrëdhënie të tjera, raporte, ka qenë ekip potent. Të dy ekipet më stiliste. Kampionati futbollit shqiptar. Prish ekuilibri. Është prishur ekuilibri Partizani Elbasani më. Po, si vjet. Pa lidhje fare. Erdhi dhe ai e dëgjove drejtorin e Elbasan që erdhi në studio, thash shumë agresiv, pse u krijua kjo? Nga një deklaratë që dha trajneri Partizanit, pastaj filluan këta se ore ka dhe një problem. Edhe këta që dalin, ore kush i kuron këta kur dalin dhe këta? Asnjë, s'ka skronjë. Si del fleti si, ore ashtu. Është hartën vetë ajo Lorenzo. Pikërisht. Aq më tepër para ndesh, brava ndeshjes, brava tensioni. Rri 6 muaj edhe i vë fitilin si do, jo më zotri. Po ti thua kush i kuron këta tani, ti ke tash po merrni çik me gazetarët. Domethënë ti nuk mund të kërkosh një trajneri, e kupton, mas neshës, tash skema taktike dhe fillon dhe ai dhe thotë unë mora se e futa këtë sulmus më çefët e bo keni gjunë një me bo këto lloj komentesh në kush bë komente taktike në mas në tilla. Tash gazetarët duan mohabet me shtyje emisionin, edhe bëjnë këto pyetje ke trajnerët, me trajnerët do të hyjnë në këto detaje të tilla, edhe pastaj kjo çik fotollëku. Pra ne bashkojmë bash 2 gjëra shumë të rrezikshme. Ignorancën dhe fotollogun. Dhe po i bashkohet të dyja bashkë, pastaj nuk ka më rrugë dalje. Është thjesht gjë. Po ti s'mund të dal trajneri të thotë që për shembull X klub është poshtë e di kush jemi ne. Ku po fleti te kafja lagjes po flet. Po themi. Ore po flet para studios. Për këtë po flasim. Ky është problem. Pastaj kurse ndeshja tjetër e Gnandi Elbasani, që ajo ka krijuar si vjet një duel shumë interesant në kampionat, se kanë qenë ndeshje shumë të bukura edhe në kampionat. Kanë qenë ndeshje të bukura me gola dhe me gabime edhe kështu të madje ka qenë një penallti e anulluar në Elbasan, nëse e mban mend, që u anullua dhe u rigjuajt, po që të ishte bërë gol. Edhe ato, po që janë të dyja të hapura se dolën barazim 1-1. Kush ndeshja më e fortë e javës, mendon ti që do ketë më shumë rivalitet në kampionat? Po shiko, fundi është sepse janë ndeshje të fundit me Vorë mendon dhe Tirana me Ignatia. Bylis Dinamo. Sepse kanë të gjitha një objektiv. Bylisi për të mos rënë Dinamo për të futur te katësh. Një nga batutat e bukura javën e kaluar më pëlqeu ajo e Bellaj që tha fitova tha se isha te kisha Laçit me Teutën. E mbam? Te ndesh. Po ai të shkoj më shpesh atje. Edhe pse ajo me Teutën ishte për në kish faktikisht. S'u duk për Bellaj ka lënë shumë fantastike. Se luajti shumë bukur. A kemi ne trajner Beklashik që shkojnë Sasatika apo? Shkojnë pak publicitet e kemi se kemi se publiciteti është shumë i rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm. Edhe kur ja marrën nga fjala nga goja orë thotë çfarë do të jetë interesia për. Gjithmonë ky e merr fjalën. Ai thotë tani isha ke kisha Laçit. Kur lutën me Vorën ke kush kish vaj. Ishte mbyllur aty. Ishte mbyllur kisha. Shkojnë pak në publicitet dhe rikthehemi për fundjavën europiane. Passo në Top Albania Radio. Lorenzo Mini, ti do falenderosh dikë sot? Dental Medastre. Po jepi pra. Klinikën më të mirë në Tiranë që të bën të buzëqeshësh në mënyrë hollywoodiane. Fundjava europiane. Sot firmosi kontratën Spalletti, do qëndroj me Juventusin deri në 2028. Ishte lajmi i ditës në Itali dhe Lautaro Martinez dëmtuar mungon nesër me komën dhe nuk dihet koha e rikuperimit, ka i dëmtim muskular që mund të jetë një humbje e rëndësishme për
Interin. Nesër luan Milan Udinese, ora 18, Atalanta Juventus ndeshjet më të rëndësishme në orën 20:45 dhe Como Inter ditën e diel. Ndërsa sot java në Itali fillon me Roma Pisa në orën 20:45. Është trembur pak Milani, shok Milani pak të trembur mbas humbjes me Napoli. Të gëzim që Milani ka objektiv primar Lewandowski. Qa janë pleq me Shkop, gjithë Milani dhe shkojnë. Dëgjo, ai Modric nuk është plak me Shkop, mos bëni ironira se ai doli më i mirë nga gjithë. Doli më i miri, po kishte dalë se ku lexova një analizë. Modric vetëm në Itali mund të luajë. Madhëritëm që ka Itali. Si të duket Modric? Ja ta tregojon kur luan Modric. Tani, i than Ancelotti, si duket Modric në Itali? Ancelotti trajner në Brazil. I tha, pa më vjen shumë keq tha që s'ka i gjysh nga Brazili. Që ta më shoh. Është bota për Brazil Modric, e kupton? Ore, ai dhe Superligën shqiptare me atë të ecur, ai vetëm ecën, a ke parti ka vetë? Vetëm të ecur, po është. Vetëm ecën. Truri. Ardi s'është dakord. Jo, unë tash problemi është që ai, domethënë s'po na ngrof, s'ta ngrof, na ngrof loja la për te. Nuk do vej në shpatull gjithë Milani. Po ka përshtypje që Milani ka objektiv Lewandowski. Jo vetëm Napoli kanë mes fushë me McTominay dhe De Bruyne, kupton, ndeshim me këtë rrafësh me atë, po tani Interi ka 72 pik, Napoli ka 65 pik, pra 7 pik më mbrapa. Sipas parashikimeve, shanset për Serie A këtë vit, në këtë situatë që janë ekipet, Interi 98% që fiton kampionatin, Milani dhe Napoli 1%. Me atë që i bëri Romës Interi, domethënë 5-2, me atë që lë që pam dhe Napoli Milan, patjetër që Interi është kampion, nuk s'ka. Nuk shikon. Më shumë rrezikon Napoli. Nuk i dihet se Napoli rrezikon, pa Kupa Europë Napoli është rrezikshme. Pa Lautaron ata nuk dihet se çfarë do. Nuk mbasin shumë, ë. Lautaro është shumë i rëndësishëm për ata. Nëse nuk ndeshja me Komon është për tu parë, është interesante. Ajo është e bukur për tu parë, po. Në Angli nesër edhe një detaj Glen, më bëri përshtypje shumë të madhe se kthehemi te Napoli Milan, 3 lojtarë italianë në fushë. Një kishte Milani, Bardesakin dhe 2 Napoli. Ndërkohë që Politano që bëri gol. Udinese, Como kishte vetëm një lojtar, nëse s'gabohem, Como s'ka asnjë italian. Të gjithë tuaj. 69% e kampionatit edhe presin pasaj italian që shkojnë botror. 69% e kampionatit janë tuaj për letrën që morën Donnarumma. Edhe ke Premier Liga, kë janë pjesë Arsenalit. Përveç Rice. Kush është tjetër? Ja ta shikoj do. Rice në ndeshjen me ku lugu Sportingun, Rice i kishte vetëm një pasë. Po ti pse shkoni ke Arsenali një herë? Po shif Tiranën, pashi ditë Tirana kishte vetëm një në fushë. Shqiptar. Bekaj. Këta Tirana me akademi të fortë Gjoja, me një shqiptar brenda në ekip. Ai është modeli. Në Angli luan Arsenali nesër me Bournemouth në orën 1:30, pastaj është Liverpooli me Fulham në orën 18:30, por kryendeshja është Chelsea Manchester City ditën e diel në orën 5:30. Kryendeshja e javës. Shanset që jemi me Chelsea sa për një orë gjysmë. Do shikojmë diku që nëse Arsenali fiton dhe Manchester City mundet ose nuk fiton këtë javë, besoj që çështja e titullit në fakt likuidohet. Me çapa Manchester City me Liverpoolin kur e mori përpara ashtu, edhe Arsenalin e mori, u ngjallën këta tash. Dhe javës tjetër duket është për plasja direkte. Po javës tjetër City me Arsenalin. Qofse City këtë javë arrin të marrë pikë, pastaj java tjetër do jetë flak. Do jetë e jashtëzakonshme. Arsenali po besoj se do lër pikë Arsenali. Tani kampionati është nuk i dihet, vjen i lodhur, s'vjen i lodhur, nuk dihet se çfarë ndodh. Në Spanjë fillon sot me Real Madrid Girona në orën 9. Nesër derbi i Barcelonës me Espanjolin, të janë 2 kryesfidat e javës. Sot Reali mund bëj dhe një rotacion, siç ka thënë Arbeloa, po luan sot në darkë, pastaj fokusohet vetëm te Bayerni, që luan ditën e mërkurë, mos e di, ditën e mërkurë luan Reali me Bayern. Po, sepse në shishit të marrën këtë javë. Fokusohet aty pastaj komplet skuadra. Megjithatë kampionati me 7 pikë, është i mbyllur apo jo? Si mendoni? Në Spanjë, jo. Po. Jo. Nuk është i mbyllur. Ka ndonjë ndeshje direkte datë 10 maj. Në 2 ekipet. Unë them që është i mbyllur. Barcelona pikë duken pak shumë. Barcelona ka treguar që merr ujë, domethënë në sensin që janë 3 ndeshje, se është ajo një pika që bën diferencën. Ajo një pika. Që ti japësh përgjigje kampionatit. Që ti japësh përgjigje kësaj që do të Glenti, duhet presësh ndeshjen e kthimit. Po pra, me Atletikon. Edhe pastaj fokusohesh ndeshjen e kthimit në Champions. Ndeshja e kthimit në Champions. Ajo do të ndihmojë pastaj logjikën e kampionatit. Se nëse Barcelona del jashtë Championsit, është 100% për kampionat. Ajo vetëm ajo ka ngelur. Pa ajo ka ngelur, çfarë do bëj? Mendoni.
Domethënë që mund ndodhi kështu. Ora siç ndodhi Reali që u rraf që u mund me Majorca, mund ndodhi Barcelona mund të rrifë diku tjetër, se spanjollët nuk. Po me spanjollin derbi gjithmonë ka rreziqet e veta. Plus City doli nga Champions League City. Ju tur këtyre pasaj nëpër kupa, i mori përpara të gjithë. Me Arsenal, e me Liverpool, 4 gola Liverpoolit, Arsenalin nuk e la të prekte. Ajo me Arsenalin e morin qafë ai portierin fakt ajo finale. E morin qafë, po, ajo është eksperiment i trajnerit shumë. Kanë filluar këtë javë dhe duelet e tenisit me tokat e kuqe, do jetë Monte Carlo po bëhet tani. Monte Carlo, pastaj mbas Monte Carlo do është Roma, vin me radhë gjithë. Dhe pastaj vjen Roland Garrosi që bën gati në turnet e këtij edicioni. E sa që vjet turneu i Romës aty, kam një histori speciale me Lenci Emini. Tregoj histori speciale për ta mbyllur sot. Histori kryevepër aty, ne mund të ndjehet. Kryevepra e javës. Ai u nis Lenci ishte fiksuar që do shikonte Fontana di Trevin. Do shoh. Duke ecur nëpër çku ke Fontana di Trevi, kur ishte një çezën çike madhe, ishte një kop të një shkencëtar filozof. Jo, shkencëtar, ishte një si me qenë Arkimedi. Çike zbukuruar. I thash këtia, tash s'pas ka njëri fare. Qarta, kjo është Fontana di Trevi. Lenci vajti vuri dorën atje, u bë gati për fotografi. Ata shoqë qeshën, s'kishte tillë monedë. Po si ishte aty vendi? Jo, po them, me që ditë që ishte Fontana di Trevi, u bëjmë monedën gati. Se kapja i vetëm si qeshën e 3 veta ata qarta. Kur shkosh ke Fontana di Trevi janë 3000 veta ata. Kjo çesë s'ka njëri fare. Kalofshi një fundjavë të bukur me shumë futboll, besimtar ortodoks. Po patjetër, pritja ato do thoya. Kaloni një futboll me një fundjavë me futboll dhe me sport, gëzuar pashkët të gjithë besimtarëve ortodoks. Ku do i festosh ti, Lorenz? Ku e bën? Në përgjithësi. Këfton. Ftohesh apo të ftojnë? Ftoj se unë jam ai që organizoj, se nuk shkon ti për shkak e vjera ke këta apo jo. Ne jemi kombinacion, unë jam musliman. Kush vjen këtu? Dielën, kush vjen? Do vim familjar. Gjithë. Po. Njerëzit. Po, do bëjmë një grup familjar. Shumë bukur, super fare. Vezët to gjë. Sot u mor dhe Keci këto të gjitha me radhë. Keci. Mora pjesë dhe vetë Keci. Okej. Ne pason, shifemi dhe dëgjohemi të premte tjetër Top Albania Radio dhe Digital. Deri atëherë miru dëgjofshim, miru pafshim.